Mirë, ne në këto momente do të lëm pas zhvillimet e politikës dhe të aktualitetit të përditshëm për të ndalur tek një tjetër aktualitet që në fakt gjithë secilin e shoqëron çdo mëngjes dhe jo vetëm pothuajse për gjatë gjithë ditës. Do të flasim për konsumimin e kafes, e cila është një nga pijet më të konsumuara në botë dhe për pjesën më të madhe të njerëzve. Filxhani i parë i kafes thuhet se pijet menjëherë pas zimit. Por shtrohet një pyetje, nëse është ky një konsum i mirë për shëndetin apo jo. Unë do ta diskutoj me të ftuarin tim në studio Mario Buci, i cili është ekspert i kafes. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Pra e ke pirë kafen? Sigurisht që po. Esu? Po, kështu është rutina ime, domethënë. Dhe kafen e parë e konsumon gjithmonë esu, besoj. Po, nuk është se ha mëngjes kur dalim nga shtëpia. Pak më vonë ndoshta do konsumojmë dhe diçka për mëngjes, por sa dal pi një kafe. Deri tani nuk është se më ka dhënë ndonjë shqetësim në organizëm, në stomak. Dhe mendoj se është mënyra se si e konsumoj kafen. Që do të thotë? Që do të thotë një kafe shkurtër dhe pa sheqer, pra thjesht një kafe. Dua të theksoj që këto që ne studiojmë për kafen, sigurisht janë studime shkencore, pra nuk janë muhabete kafeneje. Pra nuk është se ulemi në një tavolinë dhe thjesht diskutojmë kafja ka këto, kafja bën mirë ose bën keq. Overdoza, pra konsumi i tepërt dhe mënyra e gabuar e saj, të bën që të jetë problematike, të kthehet në problem. Që do të thotë, në rastin konkret, në qoftë se konsumojmë një kafe, një filxhan plot, se duam të zgjohemi për shkak të kafeinës. Ekspres apo turke nuk ka rëndësi? Nuk ka rëndësi. Tani ne jemi gjithmonë tek espresso, sepse atë konsumojmë më shumë së fundmi në vendin tonë. Por e këtë espresso do ta shoqërojmë edhe me 1 ose me 2 sheqer brenda. Pra do ta bëjmë deri diku të ëmbël. Por konsumojmë edhe cigaren. Po. Të treja këto kthehen në një bombë realisht për shëndetin tonë.